Mes ngrohtësisë së dritave minimale dhe ambientit të zbetë të hapësirës së vogël brenda kafenes Kadare Bar and Books në Prishtinë, asgjë s'ka ndryshuar. Aktores dhe tashmë poetes Gjejlane Tërbunja ka pasur takimin e parë me lexuesen. Të pranishmet kanë zënë vend ngadalë duke e plotësuar hapësirën tashmë të mbushur, derisa tingulli i butë i kitarës së Arber Krasniqit ka hapur rrugën për fjalët e mira dhe ka përcjell interpretimet e poezive të poetes. Tërbunja, e njohur gjithsesi për rolet e saj në teatr, film dhe televizion, ka hyrë kësaj radhe në një territor që e ka ndërtuar pa zhurmë, në mënyrë të qetë dhe të vazhdueshme. Poezia ka qenë zëri i saj i ri, por i sjell me një natyrshmëri që tregon se ky territor nuk është i huaj për të, është thjesht më pak i dukshëm. Libri i saj i parë poetik përmbledh poezi të krijuara gjatë 4 apo 5 vjetëve të fundit. Një pjesë e tyre prekin e riprekin përditshmërinë, të shkruara në mënyrë të qiltër dhe të drejtë për drejtë, duke ruajtur tonin që i ka karakterizuar gjithmonë edhe interpretimet e saj, një ndershmëri emocionale që nuk përpiqet të bëjë dramë, por që e gjen thellësinë pikërisht duke mos e tepruar. Mbrëmja ka filluar me fjalët e miqve dhe kolegëve të saj aktorë, të cilët i kanë dhënë një pulsim të veçantë mjedisit. Në këtë atmosferë është folur edhe për miqësinë e autores me poet e artistë të tjerë. Shkrimtari Arber Selmani ka treguar se ai dhe Tërbunja janë takuar së pari përmes poezisë dhe jo fizikisht. Unë e një, Gjejlanën ka kohë që e një, po jemi njoftu përmes poezisë. E kemi përkrahur një tjetrin pa e taku njëri tjetrin personalisht, po duke i shkruar njëri tjetrit dhe duke motivuar njëri tjetrin. Tash për mos me kalu në klishe, është e vërtetë që të paktën janë njerëz që ju motivojnë gjatë jetës, po ata që ju motivojnë është mirë me i mbajt afër, edhe me i ndihmu në forma të ndryshme, po dhe me ia nxjerr në pa talentin e tyre. Poezinë e Tërbunjes e ka konsideruar si habitatin më të natyrshëm të saj. Shumë prej jush po isha një koleg të fushës të artit, kulturës edhe të aktrimit, sidomos aty ku Gjejlania është në habitatin e saj. E për mu, habitati i Gjejlanës është poezia, ajo për çka jemi mbledh. Anisa Ismaili ka lexuar poezit Këngë Rome, Menimin ty dhe Si atëherë, duke futur menjëherë një ton emocional të butë që është përcjell edhe në reagimin e publikut. Në vijim, Arber Selmani ka interpretuar Prandaj të du njeri dhe Kam dasht me përqafu, të shoqëruara nga kitara e Krasniqit, që ja ka shtuar një ritëm të lehtë e të qëndrueshëm. Aktoria e këngëtarja Edona Reshitaj ka sjell pak humor para leximit, duke treguar se si shpesh njerëzit e ngatërrojnë me Tërbunjën dhe e ka lexuar poezinë ndaq. Është vërtës në bardhësinë e lëmueshme të barkut tëm. Në më dash, flokun tëm të shpirtit. Edhe vetë Tërbunja ka lexuar nga libri i saj. Poezit Hala dhe Kohë e tashme, kjo e fundit e shkruar me frymëzim nga kënga Present Tense e Radiohead, janë interpretuar me qetësi, me pauza të matura dhe me një ton që i ka lënë vargjet të marrin frymë vet. Ajo ka folur me modesti për librin e parë dhe për procesin e tij. Jam e lumtur që kam arritur me i mbledh disa poezi në këtë libër, po jo premtoj që libri i ardhshëm ka me ardhur shumë shpejt. Këto ndoshta s'ju pëlqejnë çka po më shkruajt, po ndytem kom mësu. Ka folur edhe për natyrën e poezisë. Unë mendoj që poezitë e mira ose poezia që flet, komunikon me të tjerët, është ajo që mas pari ty të buron çfarë që e vërtet edhe e sinqert prej mrena, edhe manej është shumë lehtë me ditë është e mira jo. Por më ka thonë një shok, për më shkruaj poezitë mira dhe duhet me lexu shumë. Kështu që po duhet edhe me lexu.
Aurita Augushi ka recituar Gjumi i Vjedhun, Fatmir Spahiu poezin Gjethet Shkeluna, ndërsa të tjerë kanë sjell para publikut për Zotin, Kam kuptu, Bajbe, Unë jam krejt ato dhe Patjetër. Të gjitha ato kanë ruajtur një frym të përbashkët, një qasje intime, personale dhe të zhveshur nga artificialja. Në rolin e recensentes, Vlora Konushevci ka folur për dorëshkrimin dhe qasjen poetike të Tërbunjës. Ajo ka vlerësuar sinqeritetin dhe qetësinë e poezisë së autores. Krimtarinë e saj kam përcjell prej fillimit letraren, edhe atë artistike në teatr e kështu, se që ka një të kaluar të pojshme, me një kontribut të madh. Që kam ka pëlqy, kam pas fatin me pasën dorë, librin dorëshkrim, edhe që kam ka pëlqy ka qenë base mësë shumë të guximi me u marrë me të përteqmen, por pa e dramatizu, pa patetizëm, pa melodram, do të me një gjuhë të thjesht, ajo e bjen e fut lexuesin. Në përditshmërinë e saj që është e shpenguar prej mërzisë, aty keni me gjetë rutinat ditore, rutinën e mëngjesit, kafën, shqetësimet, largësinë mes dy njerëzve që e ndojnë base shtratin, por jo edhe të ardhmen. Dashnitë e humbuna, dashnitë e gjetuna, ato me cilat secili prej nesh përballet herët avon. Poezitë e Tërbunjës, të lexuara me ritëm të thjeshtë dhe të sinqert, kanë lënë përshtypjen e një bote të brendshme që është e qetë, e matur dhe e hapur për t'u ndarë me të tjerët. Asgjë s'ka ndryshu, duket si fillim i një udhëtimi letrar që autorja ka kohë që e ka pritur, ndërsa publiku e ka mirëpritur me një vëmendje që e ka bërë këtë promovim të jetë më shumë se një prezantim libri, një takim i parë mes autores dhe lexuesve të saj të rinj.